Një gjithë bota është duke pritur çfarë do të ndodhi me ngushticën e Hormuzit, sa gjatë apo sa shkurt do të zgjasë kjo krizë që po rrit nga dita në ditë çmimet. Janë dy kriza në një, sepse është kriza kryesore pra lufta me regjimin iranian, dhe kriza numër 2 që është lufta brenda luftës që është kriza për sa i përket gjirit të Hormuzit, kanalit që i takon botës. Kështu që shiko, në një kënd vështrim të përgjithshëm, sido që të shkojë puna, nga kjo luftë Izraeli deli fituar. Të Izraeli e donte këtë luftë. Jo tani, po ka llogarisë nga 2003 që kur Bush çoi 150.000 trupa në Irak, 2026, pra u bë gati shekulli, që Izraeli ishte gati për të luftë, por asnjë president amerikan përpara Trumpit nuk e ndiqte në këtë aventurë. Kështu që fakti që Trump pranoi ta ndjek, ta mbështes për Izraelin e shqiptore, edhe të bjera a mos të bjerë regjimi. Po. Të bllokohet a mos të bllokohet kanali i Hormuzit, Izraeli shqiptuar sepse Izraeli do i kryen shumë dëme Iranit. Pra, thua është një rival që po e adopton. Ndryshe për amerikanët, ndryshe për botën, gjërat janë më të diskutueshme. Trump po merr një rrezik të jashtëzakonshëm politik me veten, mbase e ka llogaritur, që midis humbjes të zgjedhjeve të midterms në mendor dhe ndihmës që unë kam nga ana morale, nga ana familjare, nga ana ideologjike, nga ana çfarë duam neve bashkë po Izraelin, përfitoj nga rasti që të ndihmoj Izraelin. Dhe është në këtë rast kemi një lloj vetë sakrifikimi politik që bën Trump vetes për të ndihmuar Izraelin. Përsa i përket botës, është shumë e humbur dhe këtu pikërisht dhe këtu mund të humbatet edhe më shumë SBA, sepse pjesa e parë e botës që humbet është gjiri persik, janë 5 vendet e gjirit persik eksportuesit. Arabi Saudite, Kuwait, Bahrain, Katar, Emirate, plus dhe Omani, po që Omani është në jug të kanalit të Hormuzit. Të vende sot, kur mbaroj kjo luftë, nëse mbaron, do i bëjmë pyetje vetes a do jenë më të interesuar të vazhdojnë të partnership me amerikanët. Në fundit, vllai i madh amerikan nuk do të mbrojë. Amerika asaj do të mbrojë vetë ambasadat e saj, jo më të mbrojë këto vende. Kështu që nga ana gjeostrategjike, amerikanët mund të humbasin ta partner në gjirin persik që mund të shkojnë nesër nga Rusia, nga Pakistani, apo nga Turqia, apo nga Kina, apo nga Europa, si vende mbrojtëse. Por mbas edhe këtë Trump e kishte llogaritur, sepse fundit sot kjo Amerikë është shumë më pak e varur nga hidrokarburet e gjirit persik. To baza që shohim neve aq të shumta në të rajon, me 10 litra baza, apo jo. Këto janë baza që janë krijuar para 20 vitesh, asaj kohe kur amerikanët nuk e dinin që ishin ata vetë mbi një, si thuash, mbi një rezervë nafte dhe gazi që e bëjnë sot vendin e parë në botë. Tani ky interes ka humbur. Që mendoj se nuk është aq surprizë për Trumpin, ndoshta ne dhe themi që u surprizua, i kishte llogaritur dhe këto kosto. Sa mund të zgjasë tani, po e lëm një moment do rikthehem përsëri prap tek palët ndërluftuese dhe tek ajo që po ndodh atje, po kjo lidhet tani se lidhet me sa do të jetë i aftë Irani të rezistojë me gjithë të dëmet shumë të mëdha që ka pësuar për të mbajtur të mbyllur ngushticën e Hormuzit dhe sa është dritarja kohore që mund të lejohet për mbylljen e Hormuzit pa shkaktuar dëm të madh në gjithë tregjet globale. Amerikanët thonë që ne e kemi degraduar krejtësisht ushtrinë iraniane. Netanyahu pranoi që Irani as nuk pasuron dot më uranium, as nuk prodhon dot më raketa balistike, por për ndryshuar regjimin do duhet ndërhyrje toksore, tha. Sa mund vazhdojë të rezistojë Irani? Ai vazhdon të godas, megjithëse i dobësuar